Telenovela mbaroi, Hati flet për ndarjen nga Jashari, dua lirin time. Hati, një prej personazheve më të njohur në rrjetet sociale së fundmi, ka dhënë një intervistë ku përveç suksesit në TikTok dhe të ardhurave të mëdha që ka arritur të fitojë, ajo gjithashtu ka përmendur emra dhe u është përgjigjur pyetjeve mbi ndarjen e saj me Jasharin, partnerin e saj me të cilin realizonte shumë video dhe foto në rrjetet sociale. Ajo s'ka folur në detaje mbi ndarjen, por teksa është pyetur se cili do të ishte partneri ideal, ajo ka thënë: nëse më njeh nga TikToku e pastaj më kërkon, mos të merrem më me këtë gjë, do të thotë që ai nuk është i duhuri. Ajo s'ka folur me detaje mbi ngjarjen, por e pyetur se cili do të ishte partneri ideal, ajo ka thënë: nëse më njeh nga TikToku e pastaj më kërkon, mos të merrem më me këtë gjë, do të thotë që ai nuk është i duhuri.